بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين Falenderimi tamam Allahut për përshëndetësit i cili siç nisëm këtë muaj të mandoshëm të Ramazanit, ashtu pa përmbyllim në sukses. Tema e sotme është nesër është Bajram. Pesë dhe gëzim për të gjitha dërguesit. Nesër na vjen një ditë e veçantë e zgjedhur, nesër është Bajram, për këtë duhet ta pyesim vetëm se cila është shëndetësia dhe esenca e një prej festave më të mëdha islame. A është esenca Bajramit të vesh në rrobave të reja dhe në dhuratat të shtrenjta? Bajrami është ndjenjë fitores në zemrat e atyre që përgatiten për në ditën e çegërimit dhe të cilët përgjohen se si do të dalin para Allahut të lartësuar. Esenca dhe kuptimi i Bajramit nuk është as në këngë e në argëtim, ai është gëzimi i shpejtë në të cilin humbet ndjenja rreth rëndësisë dhe madhështisë së kësaj dite. Bajrami është rast në dinjitet të falenderojmë Allahun i cili na ka nderuar me mirësitë e panumëta në të cilit numërojmë edhe një Ramazan edhe një Bajram. Në Bajram tregohet shkëlqimi i mëshirës së Allahut në plotësinë e tij, kur sigurojnë të safat të besimtarëve madhërojnë emrin e tij, e forcojnë imanin në zemrat e tyre të falenderojnë Zotin për fitoren mbi armiqtë e Islamit. Kuptohet sikur se të gjithë ditët e tjera edhe Bajrami ka adet dhe adetet e tij, këtu hyn edhe sunete që të hanë diçka kur të nisim në namazin sabah. Në Bajram është shumë mirë të ndahet sadakaja, do të ndihmon ata që janë të varfër, me qëllim që të ndjejnë gëzimin e fitores së besimit. Mbi mos besimin dhe jetësin në emër të Allahut, mbi leta të argjimit dhe devijimet, kur do të shikojnë fotografinë e imunitetit të muslimanëve gjatë Bajramit, në zemrat tona arritën shpresat se muslimanët edhe pas Bajramit do të jetojnë të bashkuar duke kuptuar njëri tjetrin. Dhe duke u ndihmuar Bajrami është vërtetimi i pastërtisë së zemrave tona dhe i fuqisë shpirtërore. Pas muajve namazit të natës, Kurani dhe ruajtje të mendimeve, të fjalëve dhe veprave, prej të gjithëve gjërave që janë
e keqja dhe harami rroba të mira. Gjithashtu duhet të përfitojnë Allah me bukurinë e tij të përsosur, për mirësinë sepse ato rroba janë dhurat për ti. Rrobat e mira të trupit mirë janë përgjigje ndaj urdhrit të tij për të kujdesur për vetveten dhe përgjigje ndaj hadithit në të cilin thuhet se Allahu është i bukur. Dhe ato bukurinë në të cilin thuhet se Allahu është i bukur dhe ato bukurinë gjithashtu në një hadith tjetër tekstohet se si Allahu i lartësuar ka dëshirë që të shohë gjurmën e mirësisë të tij mbi robërit e tij, Bajrami e shoh se viziton të afërmit që do afrohen atyre që janë larg, që të shprehojnë dashurinë dhe kujdesin ndaj prindërve dhe ndaj të gjithëve që i duan në gjithë këto kurthësi. Nuk duhet të ignoroni atë që janë të varfër dhe të cilët nuk kanë mjaft të këndshëm që i kalojnë dijet e Bajramit. Gëzimi që e ndjejmë dhe përjetojmë gjatë Bajramit në çdo rast është në përputhje me dispozitat e shariatit. Shënimi i Bajramit me kupton gëzimin me dinjitet dhe mënyrë halal, e shënimi dhe kësaj feste, qoftë nëse e shënojmë në shtëpi të shohut ose në natyrë, në një mënyrë edhe Bajramin në kupton ditën e gjykimit, sepse në ditën e Bajramit shoqërohemi bashkërisht dhe takohet të pasurit të varfrit, të fuqishëm të doptit, prishtit të nënshtruarit, të lumturit dhe të pikëlluarit. Bajrami është ditë e shpërblimit, kush ka gjuar sinqerisht dhe në përkushtim ai të ndjejë pohinë e shpërblimit qellor me vetë dhe rreth vetes besimtarë e tij për agjërimin e sinqert gjatë Ramazanit. Allahu përgatit shpërblim të madh në anën tjetër të gjithë ata që na kanë agjëruar ose gjatë agjërimit kanë bërë gabime duke qenë të pakujdesshëm. Ata në të vërtetë do të jenë të pikëlluar se ky është kërkimi i madh që nuk kompensohet. Kur të kthehen për namaz të Bajramit do të jenë dy grupe të besimtarëve. Grupi i parë do të përbëhet prej atyre që janë shpërblyer dhe që janë falendërues Allahu i lartësuar do të thotë atyre: "Esni të lumtur, juve ju është falur, ju keni bërë që të arrini kënaqësinë time dhe unë jam i kënaqur me ju." Grupin e dytë e përbën humbësit ato do të kthehen të pikëlluar dhe fatkeq. Një musliman i devotshëm kishte kaluar për shkak të një grupi të njerëzve të cilët argëtoheshin gjatë Bajramit. Ai shikoi dhe u tha: "Nëse keni bërë mirë dhe keni arritur shpërblimin gjatë Ramazanit, kjo nuk është mënyrë që të falënderoni Allahun për këtë, ndërsa nëse gjatë Ramazanit keni bërë gjëra të këqija dhe nuk e keni arritur mëshirën e dieni se kështu nuk mund të sillni ata që kanë mëkatuar ndaj Allahut të gjithëmëshirshëm." Omer bin Abdulaziz kishte parë disa njerëz se si më të shpejt largoheshin prej Arafatit, mbi kuajt e vet gjatë kohës perëndimit të diellit dhe u tha atyre: "Nuk është fituese që është më i shpejtë në Kajë ose në Deve, fituesi është vetëm ai me katët të cilët janë falur besimtarit i dashur, mendo për atë në të cilët që ke agjëruar Ramazan e ke kaluar me prindërit tuaj për farefisën tënde për të dashurit ku janë ata, ai ke marrë mësim prej tyre, a do t'i nxjerrësh ata prej humbjes, a do t'i gëzosh ata duke u nënshtruar Allahut, nëse të ta pranosh shpërblimin prej Allahut, nëse do të vlerësohen veprat tua, bëj gjithçka që ato të kenë gjëra mirësi dhe sinqeritet dhe prit e Bajramin e madh. Ajo ditë është kur të arrish faljen e Allahut dhe kur ai do të jetë i kënaqur me ty dhe me jetën tënde. Dëgjoj fjalët në vijim nga Kurani i ndershëm: çdo shpirtër do ta shijojë vdekjen, shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e Kiametit, kur do të shpëton nga zjarri i xhenemit dhe hyn në xhenet, ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirohet, ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Në radhë parë, duhet të falenderoj Laksimazën për këto mësime fetare që janë bërë u bën vite Ramazan, që ne e kemi përdorur këtë libër të nderuar Mëshira e pasosur e Ramazanit. Allahu e shpërblet me të mira botuesin që e ka botuar këtë libër, sepse ka qenë një libër vërtet shumë i bukur dhe shpresojmë që në këto mësime fetare të kemi përfituar gjithçka. Allahu ju nderoft, Allahu ju pranoft të gjeni, në ka ngelur dhe 6 ditë agjërim, e lusë Allah në manushëm që t'ju pranoj agjërimin, t'ja pranoj lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.